Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Briciapit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës apo të javës. Kur them të javës nuk do thotë që vlen vetëm për një javë të dashur, po themi të javës nga që po lexojmë çdo javë. Dhe ta keni parasysh që këto mesazhe, këto këshilla që marrim na ndihmojnë në rrugtimin ton me muaj, me vite, absolutisht. Titulli i leximit të juaj sot është kur e pranon humbjen, krijon hapësirë për nismën që je i destinuar ta bësh, ta ndërtosh. Absolutisht humbim gjatë jetës, por kjo nuk do të thotë që do të ngelemi të humbur. Absolutisht, por ta rindërtosh. Është si një udhtim nga dhimbja drejt qëllimit, nga rrëmuja emocionale drejt rendit të mbrëmshëm dhe fuqisë së mishëruar. Nuk e ardhur këtu të dashur Briciap në këtë botë për të kontrolluar gjithçka, apo për të pasur gjërat çdo herë në rregull. Ke ardhur për të krijuar me pasion, me vlerë dhe me qëndrueshmëri, dhe tani është koha të kthesh në atë mision. Pesë të ujit hapin leximin me një kontrast të fortë dhe me 8 të tokës, një zemër që është lënduar apo zhgënjur dhe një shpirt që kërkon të rikthejë qetësinë përmes punës, rendit dhe rikonstruktimit të vetes. Por ja ku qëndron e vërteta, s'mund të ndërtosh një jetë të re nëse s'ke lejuar ende veten të ndjesh plotësisht atë që është humbur, ajo çfarë ka shkar nga duart. Duke mbajtur fort një të kaluar, po ndërtoni një të ardhme. Është e pamundur. Emocioni i përjetuar bëhet pengesë absolutisht për stabilitetin që je duke kërkuar. Spirit Guide, që është kjo këtu, është një thirrje për të ndalur së mbajtur gjithçka në kontroll dhe për të dëgjuar zërin që të shtyn drejt ndryshimit të madh. Je më afër një rruge të re se sa mendon, por duhet të japësh dorëheqjen nga verzioni vjetër i vetes suaj të dashur Briciapër, që përpiqet të bëj gjithçka vetëm. Sikur vërtet jeni vetëm dhe s'keni njeri përreth dhe po mundoni me mishe me shpirt të bëni çdo gjë vetë. Nëna e zjarit është kujtim se forca jote nuk është vetëm në përgjegjësinë dhe disiplinë, është edhe në krijimtarinë, pasionin, në zërin tënd, në energjinë tënde të zjarrt që motivon të tjerët veten. Ke harruar që për te punës je dhe një frymëzim, dhe këtë mos e harro të dashur Briciapër. Rrota e medicinës së madhe quhet Big Medicine Well. Kjo këtu është përmbyllje një kapitulli të gjatë ku është një cikël që po mbaron dhe është në dorën tënde ta nderosh, jo ta zvarritësh. Nëse e pranon fundin me urtësi, e ardhmja nuk ka nevojë të vijë duke u rrëzuar, po si shteg i hapur dhe të ecni drejt. Djali i zjarit të fton të ringjallesh me një farë mënyre, një pasion që ke lënë me një anë për hir të stabilitetit, për hir të diçka tjetër, të rifillosh atë gjë. Kjo është koha për të mos u fshehur më pas planifikimeve, pas asaj rrëmuje dhe kontrollit. Nuk është më koha për të menduar, është koha për të bërë, vepruar. Të dashur, kam vendosur gjithë shenjave t'ju jap ca detyra të vogla që të mund të zhvillohemi personalisht, profesionalisht, emocionalisht apo për çfarëdo që është nevoja. Në një lejoje veten të ndjesh plotësisht një humbje që se ke përballuar, është pjesë e pastrimit të rrugtimit tënd. Krijo rend të mbrëmshëm përmes gjërave që të japin kuptim, jo thjesht të kesh kontroll. Prano se një kapitull që po mbaron, jepi fund që meriton, të dashur. Riktheu te një pasion, projekt ose ide që të ndez zjarin. Kjo është rruga jote e re.
Je duke I bërë gjërat si rutinë dhe vetëm për t'i mbajtur në kontroll. Dhe si thash, kthehu te një pasion, projekt ose ide që të ndez zjarrin, që të rikthen në jetë. Kjo është rruga jote, re që thash. Mos e mbaj më energjinë tënde për nesër, sot është dita për të vepruar. Asgjë për nesër. Të dashur për t'japër. Mesazhi I këtij leximi është: përpjekja për të mbajtur gjithçka në rregull të largon nga ajo që je thirrur të ndërtosh në këtë jetë apo të bësh. Forca jote është te misioni yt. Çfarë është? Rikujtoje veten. Jo te përpjekja për të mos rënë. Aman mos të bëhet, aman mos të dështoj. Tani është koha të ngrihesh si krijues dhe jo si mbijetues. Të dashur për t'japër.